Të pak ishin ushtarët e UÇK-s që nuk u pajisën me armatim po angazhimin e Qerim Kelmendit, njërit prej figurave emblematike të saj, ndaj vrasja luftëtarëve të lirisë dhe mosbardhja e tyre është vrasja e lirisë së Kosovës. Kështu u tha në përvjetorin e vrasjes makabre të Qerim Kelmendit pas ndërimeve në kompleksin memorial të dëshmorëve të kombit në Glogjan. Të pak mund të ketë ushtar të fillimeve të para që nuk janë pajis nga furnizimi e angazhimi i Qerim Kelmendit. Prandaj gjithçka duhet bërë që rasti të ndriçohet. Qerim Kelmendi nuk i takon vetëm familjes. Qerim Kelmendi i takon familjes së madhe të kombit shqiptar. Është përpjekje për vrasjen e luftës, për vrasjen e idealit të atyre djemve, të atyre brezave që janë sakrifikuar për liri. Prandaj edhe këtë rast, jam i bindur se i bashkohem zërit të gjithë këtyre që janë këtu edhe të familjes, që qeveria e Kosovës të merr masat e duhura që janë përgjegjësi të saj dhe përpiqet në të gjitha mënyrat dhe format për ndriçimin e këtij rastit Qerim Kelmendit, po edhe ndonjë rasti tjetër. Nga ky vend i shenjtë i kujtesës, me përullësi dhe me zë të dridhur, kam një lutje që vjen nga shpirti. Mos e lini të bjerë heshtja mbi këtë plagë. Ju bëj thirrje secili në rolin e tij, që t'i kërkoni Prokurorisë Speciale të Kosovës që rasti i babit tim të ndriçohet dhe drejtësia të vihet në vend. Sepse pa drejtësi, dhimbja mbetet e hapur. Luftëtari i lirisë Qerim Kelmendi u vra më 27 shkurt të vitit 2020 në pritjen e organizuar jo shumë larg shtëpisë në Llabjan të Pejes. Pas vrasjes, ai është gjetur i djegur në veturën e tij.